يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Lavdi dhe falënderimi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm atë e falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, kullu men alejha fan, që dënë të thot, çdo gjë që gjendet mbi tokë, një ditë do të shkatërrohet, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, dhe do të mbetet vetëm Zoti yt, që është me i larti dhe me bujari. Duke u nis nga ky ajet kuranor, Ramazani kaloi vëllezër të nderuar, dhe fitojnë atë ai që fitoi, dhe humbi ai që humbi. Padyshim që besimtari ndjen dhëmbje dhe mërzitet për përfundimin e muajit të bekuar të Ramazanit. E si mos të ndjen dhimbje dhe mërzi, kur ai këto ditë dhe ato në të muajit të Ramazanit i mbushi me ibadete, i mbushi me adhurime, dhe ato ditë dhe nët të muajit të bekuar të Ramazanit i ndriçoi me nënshtrim, me bindje dhe për ulësi për Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj, ajo që duhet të ja parashtrojmë një pyetje pas kalimit të Ramazanit, se cili prej nesh vetës son, është që pse ne ndryshojna pas Ramazanit, dhe pse ne prap kthehemi në mëkate pas Ramazanit, dhe pse ne pas gjithë asaj që i shijuam ato ibadete dhe atë afërsi me Allahun subhanahu wa ta'ala dhe atë kënaqësi të imanit, pse ne prap kthehemi në gjendjen e mëparshme. Vëllezër të nderuar, besimtari duhet të jetë rob i Allahut subhanahu wa ta'ala, nga se Zoti Ramazanit është edhe Zoti i muajve të tjerë, dhe është Zoti i jetës sate dhe jetës së çdo gjallësi në këtë gjithësi. Prandaj, ne jemi rob të Allahut dhe duhet të adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala deri në vdekje, siç thot Allahu azza wa jalla në Kur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, dhe adhuroje Zotin tënd deri sa të vijë vdekja. Nuk po thot Allahu xhelalu ala dhe adhuroje Zotin tënd deri në Bajram, dhe nuk po thot Allahu subhanahu wa ta'ala dhe adhuroje Zotin tënd deri të kryet Ramazani. Mirë po, ji robi Allahu subhanahu wa ta'ala dhe adhuroje Allahun subhanahu wa ta'ala deri sa t'ja dorëzoj shpirtin Allahut
dhe të dalësh prej kësaj bote. Vëllezër të nderuar, kur vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë ishte një tronditje e madhe për sahabët, nga se e dënin më shumë se sa veten e tyre, e dënin më shumë se sa familjet e tyre, e dënin pejgamberin alayhis salam më shumë se sa evladët dhe fëmijët e tyre, dhe i japnin përparësi para çdo kujt tjetër pas Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, edhe kur vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa nga sahabët nuk donin as me ndëgju lajmin e ndarjes me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa që transmetohet që Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu ishte ndalë dhe i thoshte muslimanëve: ai i cili thotë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka vdek, me shpatën e tij kam ja kaput kokën. Dhe askush nuk guxonte me thonë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek. Derisa vjen Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu dhe zbulon fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e puth në ballin e tij, dhe pastaj ngritet Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu dhe thot, duke lexuar ajetin Kur'an ku Allah thot: "Wa ma Muhammedun illa rasul." Muhamedi nuk është përveç se i dërguar i Allahut. Efa i mate u kutilan qalabtum ala aqabikum. Nëse ai vdes ose mbytet, a mos do zbrapsni ju, a mos do ja ktheni shpinën ju fesë Allahut subhanahu wa taala. Dhe kushdo që kthehet dhe zbrapset, ai ka bërë dëm vetëm vetes së tij, dhe asgjë si bën dëm Allahut subhanahu wa taala. Me këtë deshit e na thot Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, dhe t'ju thot sahabëve dhe atyre që vinë pas tyre, se feja Allahut dhe shpallja Allahut dhe leximi i Kuranit dhe ibadetet mbesin te Allahu deri në kiamet. Ani pse vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo kush ka me shiu vdekjen, çdo gjë që ka fillimin e ka dhe mbarimin. Mirë po ne jemi të urdhëruar të jemi rob të Allahut subhanahu wa taala. Dhe tha Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu: "Men kana ya'budu Muhammeden, fa inna Muhammeden qad mat." Kushdo që ka adhuru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Muhammedi ka vdekur. "Wa men kana ya'budu Allah", ai që adhuron Allahun, fa inna Allaha hayyun la yamut. Allah është i gjallë i përhershëm dhe nuk vdek asnjëherë Allahu te bareke ve teala. Vëllezër të nderuar, feja jonë është fe e qëndrueshmërisë. Profet që kërkon prej teje me koni qëndrueshëm, tamam si thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Fastakim kama umirt", qëndra ashtu siç je urdhëruar prej Allahut azza wa jall. "Wa man taba ma'ak", zbashku me ata që jenë pendu dhe adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, duke na ndaluar me këtë ajet, thot: "Wala takunu kelleti naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Allahu azza wa jalla këtë ajet na ndalon dhe thot: o ju që besuat, mos u bëni si ajo gruaja e cila e ka thirrat xhamperin e saj fije dhe e ka forcuar shumë, e pastaj e ka ngri vegzën dhe e ka shprirë të gjithë ato që kanë ndërtuar. Por pas e zbukuroj, pas e rregulloj, pas e ndreqi për meshit dhe për m'ju pranu dhe me pëlqy ato që ka ndërtoj me krapzat e saj, atër ja ngrehi vegzën dhe e prish atë. Prandaj edhe ti edhe unë, e se cili prej nesh, pasi që ndërtove këtë muaj me ibadete, dhe falshë namaz taravive, dhe jepshë me dorën tënde, dhe ju përgjithshë xhamis, dhe ju përgjithshë Allahut subhanahu wa taala, mundohu vllai dashur musliman mos m'ia ngrej vegzën këtyre ibadeteve të cilat na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që ta adhurojmë dhe të bind me atina. Vëllezër të nderuar, kur erdhi vdekja një sahabiu të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kishte emrin Hudhayfa ibn al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, te ka kishte shkuar Abdullah ibn Mesudi, një sahabi tjetër, dhe ishte ulur te koka e tij, dhe po i thot: "Eusina, na porosit, na lëni këshill të çmueshme, e cila ka me na vy gjatë gjithë jetës." Dhe ndëgjani vëllezër të nderuar se çfarë i tha. Tha: "O Abdullah ibn Mesud,
Tha, o filan, a je i bindur në këtë Zot? A je i bindur në këtë Kur'an? A je i bindur në këtë pejgamber që ka dërguar Allahu Azza wa Jall? Se cilën pyetje që e pyeste, ai përgjigjej po dhe gjithsesi, pik dyshimi nuk kam. Atëherë i tha, ruju dhe kujdes mos ngjyras. Pra, mos u ban ngjyra, mos u ba laraman, se feja Allahut është një. Është një ngjyruesje, një fe është. Prandaj edhe feja Allahut subhanahu wa taala kërkon prej neve që të jemi rob të Allahut subhanahu wa taala dhe ju me ngjyra të ndryshme Allahu na ruaj. Vëllezër të nderuar, me përfundimin e Ramazanit nuk përfundojnë veprat e mira. Me përfundimin e Ramazanit nuk i kanë ngrit me lancet lapsat që me thonë nuk i shkruajnë ama këta persona. Prandaj e pyetën një dietar se cili muaj është më i mirë, a është muaji Rajab, a është muaji Shaban? Ai dietari që ai tha, kun rabbaniyan, behu rabi Allahut, wala takun ramadaniyan, e mos u ba rabi Ramazanit. Prandaj ne jemi të urnum të jemi rob të Allahut subhanahu wa taala. Edhe pas Ramazanit, vëllezër të nderuar, duhet të lexohet Kur'ani, libri i Allahut subhanahu wa taala. Edhe pas Ramazanit duhet të falet namazi. Edhe pas Ramazanit duhet të agjerojmë ndonjë hane, ndonjë tajte, ose tash siç i kena ditët e Shevalit, për cilat ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men sama Ramadane, ai cili agjeron muajin e Ramazanit, thumma atba'ahu, pastaj e pason sitten min Shawalin, sa të pason me 6 ditë të Shevalit, ka në qasiyami dahri, sa të ka shpërblimin sikurse me agjeru të në vitin, nga se me Kur'an e mira shpërblet me 10, ti agjerove 30 ditë, 30 herë 10 bojnë 300, edhe 6 herë 10, 60, edhe kështu e ki shpërblimin sikurse me agjerue të në vitin të Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj e kanë marrë dietar shembull të Ramazanit, kanë thonë çështja e Ramazanit është sikurse një person i cili hyn për me marrë patent shoferin, dhe ai i kryen disa orë dhe i ban disa stërvitje dhe pastaj ka me hin test për me kalu e lejen dhe për me marrë patent shoferin. A është e logjikshme, kanë thonë, që ky pasi që gjitha atyre orëve që i ka bo, dhe gjitha atyre stërvitjeve që i ka bo, dhe ka hin e test dhe ka marrë patent shoferin, a është e logjikshme ky me ble kerrin, me ble veturën e tij dhe me vendos nga rasht edhe me i gra veturës prej sallonit? S'është e logjikshme. Prandaj edhe ti, përderisa kalove këto net dhe agjerove këto ditë, dhe e lexojshe Kur'anin, dhe i ndëgjojshe ligjëratat, dhe i përzgjidhshe ligjëratat e ndryshme duke e adhuru Allahun subhanahu wa taala dhe duke mësuar fen, atëherë vazhdo vllai dashur musliman, dhe mos u shkput dhe mos u ndërprej pas Ramazanit. E lutë Allahun azza wa jall që mu dhe juve Allahut na bën të qëndrueshëm edhe pas Ramazanit. E lutë Allahun që Allahut na bën prej robëve të tij, të cilët e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala dhe i qëndrojnë besnik Allahut gjatë gjithë jetës. Dhe lutë Allahun azza wa jall që Allahut na bën rob të tij dhe jo rob të sezonave të ndryshme. Dhe lutë Allahun subhanahu wa taala që mua dhe ju dhe çdo agjerusin e tokë që ka agjeru, Allahu subhanahu wa taala t'ja paranon agjerimin e tina. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër të nderuar, ka thonë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Me të vërtet, Allahu e pranon veprën prej atyre që janë të devotshëm. Allahu mu dhe juve na bëj prej tyre. Kur e ka komentuar Aliu radhiyallahu anhu këtë ajet, kanë thonë që me lehta ka qenë për neve me e realizu një vepër, mirë po ka qenë friga, a thua do na pranohet tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe nga kjo i ka bëhe të pare tunë të mirë, që 6 muaj pasi që ka lënë të Ramazani, me lutë Allahun azza wa jall, o Zoti jon, pranon Ramazanin. Wallahi nëse Allahu ta pranon Ramazanin, dhe ta pranon namazin, ti pranon veprat e mira,
atëherë dije që ti je fatlop, dhe ti je i lumtur, dhe ti je prej xhenetlive të Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër të nderuar, preferohet shtimi i duas, ja muthabbit al-qulub, thabbit qulubana ala dinik, o ti që i forcon zemrat, forconoj zemrat tona në fen tënde, dhe preferohet që ta lutum Allahun subhanahu wa taala me duan të cilën kanë lut dietarët e zhytur në dije, Rabbena la tuzigh qulubana, o Zoti jon mos na i lakos zemrat tona, mos na i devija zemrat tona, mbade hedejtena, pasi që uzove ato, wa hab lana min ladunka rahma, dhe në ana nga ana jote mëshirë, innaka antal wahhab, me të vërtetë ti je dhuruesi çdo mirësie. E lutem Allahun azza wa jall që Allahu mos na i lakos zemrat tona. E lutem Allahun që Allahu mos na i devija zemrat tona. E lutem Allahun azza wa jall që Allahu të na bën të qëndrueshëm. E lutem Allahun azza wa jall që agjërimin ton Allahu të ketë pranuar, edhe namazin ton Allahu të ketë pranuar. Dhe lutem Allahun azza wa jall që të kemi dalë në Bajram fitimtar dhe të liruar prej zemrës së xhenemit. Dhe të njëjtën kohë, e lutem Allahun azza wa jall në këtë ditë xumaja, në këtë kohë kur do të pranohet, që Allahu azza wa jall t'ju ndihmon vëllezërve dhe motrave dhe nënave tona dhe fëmijëve të muslimanëve në Gaza, të cilët janë duke u masakruar dhe të cilët janë duke u djegur për zgjalli. E lutem Allahun azza wa jall që ata që pej kallën fëmijët e muslimanëve, Allahu t'ja kall zemrat e tyre, dhe t'ja kall familjet e tyre, dhe kushdo që i ndihmon ata, Allahu azza wa jall ja baf zemrat e tyre shkrum dhe hije. E lutem Allahun azza wa jall që Allahu t'ju ndihmon muslimanëve dhe t'i ruan fëmijët e muslimanëve, dhe motrat tona dhe nonat tona dhe vëllezërit tonë kudo që janë në botë nga agresori çifot e Izrael. Dhe lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu t'i shkatërron kudo që janë. Thoni amen. Allahu i shpërblet me xhenet. Yaqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Yaqulu Allahu jalla wa ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.